Shkum lushnje? Erdhëm Tiranë, po si e gjetëm Tiranën. Kush është halli më i madh që kanë tiranësit? Ta do vllai se është Tiranës vetë. Pronat. Pronat, bebo, pronat. Si jo. Jo, më gjanë. Ata them unë pra. Tiranësit the. Pa. I ka qëllura kia keqe. Jo, më gjanë. Kam. Qa ka më la? Më keq akoma. Më ke se ka, qa ka më ke se ka shmi? Parkimi. Dhe jo njësh, po dysh, si ata burrat që nuk kanë një, po kanë 2 dashnore. Kështu është bërë edhe parkimi këtu në Tiranë, si vjerë e keqe. Shifeni pak, kemi shku në Lidem. Në Lideme? O ta hashtje, po ta hanë? Do hajtë. Po ha, brasë. Një problematike vazhdueshme që lidhet me parkimet dyshe që janë kthyer në një mat, si për drejtuesit e urbanëve Firzamonik që bëjnë çdo ditë këtë itinerar, ashtu edhe për pasagjerët e kësaj linje. Problematikë jo e cila fillon nga hyrja e rrugës Alidem dhe vazhdon në disa segmente të saj. Kjo është zona që është më problematikë. Në kalem shumë e vështirësi. më problematiku. Orari drekës. Orari drekës, shifta si të rritë. Të rritë Firzamonika nga lartë, ne këtu nuk këmbejnë atë. Po, duke që se jeni Firzamonik edhe ja u vështirëson pjesën e këmbimit, nuk shkëmbeni do të me urbanët e tjerë. Dhe të plasim me telefon që të ndaloj ai, të kaloj ose të ndaloj unë të vijej. E kuptoj. Do të presim këtë të iki këtë të kalojnë neve. Sa na I ka zënë rrugën? S'futemi dot. Ku do kalojnë? Sa po ka që ndodhë si problem? Një vit e ca. Një vite? Ky problem është për ditë. Edhe këtu, po këtu tani është një periudhë një orar që s'ka shumë. E kuptoj. Se edhe kjo rrugë këtu është pothuajse e pakalueshme. Të dy anët e rrugës, të dy akset janë të zëna me makina. Shqip tani do vjet autobusi stacionin e ka bllokuar. Shqip tani stacionin e ka bllokuar. Ku do të ndalojnë? Ku duhet ndalon të urbani, kemi makina. Jena detyruar. Tani më hap njëri me biçikletë aty, unë e dëmtoj qytetarin. Dhe faj po ngelet për imi. Shqip tani edhe këtu, parkingun dysh. Shqip. Ku të ndaloj unë tani, me hap policia më të më vetë direkt gjo. Ai s'do t'ja di fare se e kam rrugën e bllokuar apo jo. Përshëndetje miq, të emisionit Takfak, ndodhemi në Komisariatin e Policisë Rrugore për t'u interesuar në lidhje me shqetësimin që ka paraqitur në redaksin ton linja e Shuzinës së autotraktorëve lidhur me parkime dyshe të cilat pengojnë çdo ditë itinerarin e tyre të punës. Për t'u interesuar në lidhje me këtë shqetësim që ka ardhur në redaksin ton, shkojmë menjëherë tek Policia Rrugore. Përshëndetje, si jeni? Claudia, gazetar nga emisioni Takfak, mirë se
2024. Është një shqetësim që ka ardhur nga urbanët e linjës ish uzina autotraktorëve, të Alidemit, në lidhje me këto parkime dyshe që makinat që në rrugën e tjerë. Shkolla 1 Maj fillon. Alidem, po. Okej, është internerari që bën çdo ditë uzina autotraktorëve.